Nusret Mumic, nga Zhivnica e Bosnjë-Hercegovinës, ishte gati të niste një kapitull të ri të jetës, pasi u pensionua në moshën 60 vjeçare. Pas dekadash pune, ai planifikonte të kalonte ditët në qetësi me familjen, por planet u ndërpren papritur kur mjekët i diagnostikuan cirozë të mëlçisë, një sëmundje serioze që me kalimin e kohës ja rrezikoi drejt për drejt jetën. Fillimisht Nusreti shpresoi se gjendja do të menaxhohej me terapi dhe kontroll mjekësor. Me përkeqësimin e analizave u bë qartë se alternativa e vetme për mbjetesë ishte transplanti i mëlçisë. Familja u vë në lëvizje, Nusreti ka 3 djemë, dhe të gjithë u paraqitën për analiza të gatshme ta ndihmonin. Megjithatë, testet mjekësore treguan se asnjëri prej tyre nuk ishte donator i përshtatshëm. Në një situatë ku shpresa po shuhej, ndodhi ajo që askush nuk e priste. Almira Mumic, reja e Nusretit dhe bashkëshortja e djalit të tij më të madh, Nusmirit, mori një vendim të qartë dhe të guximshëm, të dhuronte një pjesë të mëlçisë së saj për t'i shpëtuar jetën vjerrit. Vendimi i saj u mor pas konsultimeve mjekësore dhe me mbështetjen e familjes, duke ditur se bëhej fjalë për një ndërhyrje serioze por me shanse reale suksesi. Operacioni u krye në një qendër të specializuar dhe përfundoi me sukses. Transplanti shkoi sipas planit, pa komplikime të rënda. Nusreti reagoi mirë pas ndërhyrjes dhe gradualisht filloi të rikuperohej. Sot gjendja e tij shëndetësore është stabilizuar dhe mjekët janë optimist për ecurin afatgjat. Edhe Almira e kaloi operacionin pa probleme. Pas periudhës së rikuperimit, ajo u kthye në jetën e përditshme me shëndet të mirë. Akti i saj u prit me respekt të madh në familje dhe në komunitet si shembull i sakrificës të rrallë dhe solidaritetit të pastër njerëzor. Historia e familjes Mumic tregon qartë se shpëtimi i një jete ndonjëherë vjen nga vendime të forta të marra pa zhurmë, por me zemër të madhe.